Недостатокот на хигиенски услови за учење во основното училиште во општина Бутел ги принуди родителите да ги спречат своите деца да одат на училиште неколку дена. Она што ги принуди родителите на оваа одлука беше појавата на глувци надвор и внатре во училиштната зграда, загрозувајќи го здравјето на децата. Некои од учениците што ги анкетиравме за Алсат детално раскажуваат за условите во училиштето, додека на камерите не им беше дозволено да снимат во самото училиште. Gjendja është shumë e tmerrshme, higjiena është e paskajshme, domethënë është shumë papastërt dhe këto ditë kemi hasur edhe minë, të cilat po kalojnë për shkollë dhe është domethënë nuk është një vend i sigurt që ne të mësojmë, sepse është e tmerrshme gjendja. Toaletet e shkollës nuk i shfrytëzojmë, është shumë papastërti, toaletet janë do të prishta, nuk janë të pastërta, klasat janë gjendje shumë të keqe. Në vitin e parë i na kanë 3 muaj pa derë, nuk na kanë vënë derën. Shumë papastërsi, bërdokat na do të mi marrë, do të mi gjujt derin poshtë, nuk e di çfarë shkolla o kjo papastërsi. Dhe me licka që e pastrojnë, ç'më thënë, dyshemën e pastrojnë edhe bankat që ne hajmë ushqim. Që cekja dhe kjo kina një gjyqëtor pa dirë, gjyqëtorin e ditë një muaj e gjysë, kina shku në kabinet, o kanë ftoftë dhe s'kina pas kushte për mësim. Револтирани, родителите рекоа дека нивните барања за хигиена и реконструкција на училиштето не била прифатена од директорката. Unë çdo ditë gati se i sjellin fëmijët këto. Toaletet janë gjendje alarmuese. Çdo herë që hym në shkollë ndjejmë erën prej toaleteve. Klasat gjithashtu janë gjendje tmerruese, bankat nuk i plotësojnë kriteret, domethënë që janë të gërvishura, fëmijët i prishin veshjet çdo ditë. Ka edhe xhama thyera që mund të mbinë mbi kokën e fëmijëve. Dhe kjo tash e fundit me paraqitjen e minëve, domethënë po e mbushi kupën dhe për atë shkak kemi mbledh sot këto që sa më shpejt shkollat të zgjenë zgjidhje. Jemi duke propozu në çdo mbledhje të Këshillit që higjiena le të jetë më e pashtë, higjiena le të jetë më e pastër, mirë po nuk kanë marrë asnjë farmase. Pastrueset rinë tankohen, pinë kafe, pinë cigare, drejtoresha nuk i urdhëron, ato nuk marrin urdhra prej saj, nuk e di çka janë të bë, çaq që e kanë plu punën me u paraqit edhe mint në shkollën tonë. И покрај напорите, директорот одби да коментира за оваа прашање. Во меѓувреме општина Бутел соопшти дека овој бојкот е политички потикнат, а во училиштето е спроведена дезинфекција.